Përshëndetje, përmes kësaj video do të mësojmë se si funksionon Pen Tools. Këtu i kam të paraqitura disa forma përmes të cilat do të shohim apo do të na ndihmojnë këto format për me pa se si funksionon më mirë Pen Tools. Kjo është domethënë mësimi i parë, kemi më pas në VM edhe disa mësime tjera për me pa se si funksionojnë Pen Tool. Kjo është opsioni më i thjeshtë. Këto do ta paraqes edhe në postim, pastaj ju e keni mundësinë ta shkarkoni, ta hapni edhe ta praktikoni sikur tani do ta bëjoni në VM. Hapi i parë e klikoj shkërtesën P në tastier apo duke klikuar këtu P, Pen Tool domethënë. Hapi i dytë, këtu te ngjyra e zgjedhni ngjyrën i thom non, domethënë s'po du me pas ngjyrë fusha, po vetëm stroki. Këtë rast stroki po e lë kështu, ngjyrë pembe, po e bëj për shkak më dallu më mirë, edhe këtu te madhësia e strokit apo gjerësia e strokit po e zgjedhni 3 piksela. Okej. Hapi tjetër është e shohim hapi tjetër domethënë është e shohim si është kjo forma këtu edhe ne mundohemi me realizu këto. Na klikojmë këtu. Pik këtu. Edhe këtu. Shikoni, tani kjo nën e shtypur halo për me vazhdu unë me domethënë me kriju punimin, këtë rast e klikoj ESC edhe heket, domethënë kjo përfundon me kaq. Tani po dalim te forma 2. Klikoj këtu. Këtu më thonë çdo qash këtu edhe këtu. Nëse i bashkoj pikat, shikoni heket ashtë opcioni për me s'ka nevojë me bu SSC, sepse nëse bashkojmë pikat, atëherë konsiderohet që u kriju një formë. Okej, ushtimi tjetër është te trekançi. Këtu edhe këtu. Më thonë kaq është. Përsa tash këto format janë pak më të komplikume, po besoj që nuk keni më pas probleme këtu me realizu. Okej. Shikoni, këtu na ndihmojnë neve, këtu janë si udhëzime, çish me vepru deri ku më largu. Për këtë arsye janë vendosura këtu, domethënë si hjezime për me na ndihmu neve. Okej. Hapi i parë, klikoj këtu. Edhe me shiftin më mundson se çfarë pa shift më lëviz kadu. Nëse klikoj shiftin, shifti më mundson më kon domethënë më kon drejt me mujt me bo, se pa shift domethënë lëvizje me shift shikoni këtu. Okej. Pastaj klikoj këtu. Edhe po e ngrej derisa shkon kjo pika nalt aty. Domethënë ngrejta te poshtë, shikoj u bë kjo formë. Pastaj klikoj ESC. Hapi i dytë është klikoj këtë pikën këtu. Okej, falni. Klikoj këtë pikën këtu. Klikoj edhe më shtypën. Deri këtu. Pastaj deri këtu. Edhe pastaj deri këtu. Shikoni. Më thonë, tash të klikoj ESC edhe heket kjo. Okej. E treta, për me lëviz kështu në për hapësirë, e klikoj space-in. Shikoni, kër e klikoj space-in, del dora në kursor, edhe kjo më mundëson dhe klikoj me lëviz në për hapësirë. Që mësë pas nevoj me shku këtu apo këtu, lëvizi me space. Okej. E klikoj këtë, pik, edhe pastaj, deri këtu. Më falina në kondër deshte. Klikoj kështu. Pastaj klikoj te pika 2 edhe deri këtu. Shikoni. Më thonë, kaq ishte për me realizu këto forma. Është mirë ti praktikoni, sepse në Illustrator kemi, më thonë, është e pashmangshme përdorimi i Pen Tool. Kështu që sa më mirë ti ushtroni, e kuptoni më mirë se si funksionon Pen Tool.